Këngëtari Luiz Eli ka shkuar sot në vendlindjen e tij në Shkodër së bashku me familjen e tij të bukur. Ai ka publikuar në Instagram një foto ku shihen këngëtari Luiz Eli, partnerja e tij, moderatorja Kiara Tito dhe bebushja e tyre Luna Mari. Të tre si Luizi, Kiara ashtu edhe bebushja kanë dalë në foto duke qeshur. Sepse Shkodra është mrekulli, si ajo nuk ka në Shqipni. Sepse Shkodra është yll ndyrnja, e për yje vorë nuk ka, shkruan Luizi. Më pas këngëtari ka publikuar një video ku dëgjohet teksa këndon një këngë të Altin Shirës, ndërsa në prerin e tij qëndron bebushja Luna.